Çfarë kishte ndërruar Genzeneli për 20 apo 30 vjet? 20 vjet. 20 vjet ka pasur një ëndër, tani do ja them lëvizje, nuk po e tregoj që momentin e parë që ka. A e dini ku jemi? Ku jemi Gent? Ne Piana di Albanezi jemi në një nga fshatrat më të rëndësishëm të arbereshëve të Italisë. Aty ku vit për vit bëhet një festë e jashtëzakonshme. Kisha 20 vjet që prisja ta shikoja me sytë e mi, ja realizova më në fund. 20 vjet e kishte ëndër të vinte në Piana di Albanezi në horrën e arbereshëve për të parë Pashkët. Këtu jemi për Pashk, shiheni të gjithë flamujt, shihni çfarë kostumet mrekullueshme që kanë dhe kanë veshur të gjithë kostumet e tyre, që janë ndër kostumet më të bukur dhe të paprekur shqiptar për 500 e ca vjet. 500 e ca vjet janë të njëjtët kostume, nuk e di, Gent si janë du kostume, shihni se kostume të bukura edhe një. Dashuria me cilën Shihni çfarë kostume të bukura kanë. Brezi është shumë i bukur se është me Shën Gjergjin. Shën Gjergji. Është argjën me ar. 30.000 euro bën një kostum, janë dhe e veshur me pjesën e zezë sipër. E gjitha është e qëndisur me fije ari. Gent si duken. Është i pangatrueshëm asnjë kostum tjetër është shumë i dallueshëm që i përket kësaj zone. Është për të habitur se si e kanë ruajtur ngjyrat, qëndismat. Kur e vishni këtë? Për Pashk? Për Pashk. Për Pashk. Vetëm për Pashk. Për Pashk. E mbani në shtëpi? E ke në shtëpi? Në la tua casa? Te shtëpia. Te shtëpia. E mban te shtëpia. Kush e punon? Kush e qëndis? Kush e ka qëndisur? Ki ishte mëmës. Është i mëmës. Ke veshur të mëmës. Të veshur të mëmës. Sa i bukur që ka. Faleminderit. Gëzuar Pashk. Tani u po eci me Gentin. E kalojnë nga brezi në brez dhe kjo e ka mbajtur. Është për të habitur. Është një gjë që kushton afërsisht 30.000 euro, tha kryetari i komunës, por shumë e bukur. Pash në një shtëpi të vogël, sepse ishin dyert hapur, i mbajnë dyert hapur, ishte gjyshja, mamaja, që po vishnin mbesën për ta bërë gati. Gjyshja, mamaja dhe mbesa. Po përgatisin mbesën, ishte shumë interesante për t'u parë dhe si ceremoni, për ta përgatitur për këtë ditë, pra trashëgimia që bëjnë të që e kalojnë brez mas brezi është e jashtëzakonshme, është e mrekullueshme. Tani ka dhe një gjë tjetër interesante, do ja tregoj prapë bashkë me Gentin. Këtu është ekipi futbollit, i cili presidentin e ka shqiptar nga Berati. Edhe kishin fituar goxha kupa. Si kalove? Si e? Ja presidenti i ekipit futbollit Piana di Albanezi, mirë se ju gjetëm. Kjo është panela, ha? Kjo është bluza e parë. Kjo është bluza e parë, shiheni bluzën e ekipit kombëtar të Piana di Albanezi. Kuqezi me shqiponj, me stemën e Piana di Albanezi, edhe sponsoruin te Pelena, që ka shumë e bukur. Edhe kanë gjithë ato kupa. Kjo është bluza e dytë. Uniformën e pasin i shumë bukur. Ngjyrat kuqezi. Tani unë do kthehem prap këtu, sa të mbaroj me Gentin pak pashë, do kthehem prap rëpër. Tani jemi në pjesën tjetër që po vazhdojmë drejt katedrales. Janë të veshur rreth 400 vajza, të veshura me kostumet tradicionale. Ti si ke dëgjuar për herë parë për Pashkën? E pare punës kam lexuar shumë. E dyta e punës është kënga moje bukur amore, gjithë to që na ka ardhur nga arbereshët e Italisë. Dhe kurioziteti im ka qenë shumë i madh për ta parë, sepse mendoja që videot janë edhe pak të zbukuruara, janë edhe pak të kuruara, por kur vjen edhe shikon, janë shumë natyrale, është e çuditshme. E di pra, po kur vjen e shikon me sytë e tu dhe shikon atmosferën, aty pastaj kupton që këta kanë një traditë që e ruajnë prej shekujsh, gjë që është një mrekulli shumë e madhe. Shif se më doli para dhe kostum burri. Shifeni kostumin e burrit. I Malcis. Një moment. Kostumi verior. Kostumi. Shive. Ky është kostumi që mbajnë burrat, i kanë shumë të ngjashëm me kostumet që përdorim akoma në Shqipëri. Shive. Nga këtu, je këtu vendas? Faktikisht jam në Shqipëri. Në Shqipëria, nga je? Kujdes. Nga te Pelena jam, po kjo nuk është te Pelena, është e Mirditës. E Mirditës, po e pash me tirqet. Si e, mirë, si kalon? Nga Suedia. Suedia ka bërë. Takova, Mirë se keni ardhur. më bëri habi sepse takova shumë student si të Kosovës, si të Shqipërisë, të cilë ishin student në Universitetin Italian dhe kishin ardhur sot këtu. Gjë që është shumë mirë, një brez i ri shumë i interesuar për këtë traditë. Imagjinoni, janë 6.000 banor, nga cilët 400 vajza kryesisht, po dhe çuna vishen me veshje tradicionale. I bie gati, llogariteni, më shumë gati 8% e popullatës që vesh kostumet për të festuar Pashkët. Tu arrim pjesën më të dëndur pastaj, gjëja që ju bën përshtypje është që balkonet e vjetra të Piana di Albanezi janë me flamurin shqiptar, shifeni,
edhe në pjesën tjetër përballë, ose me ikonën e Shën Gjergjit, që është shendi i pianës, po shkojmë prapë në një pjesë tjetër ku ka... Unë dje isha në Corleone. Dje shkove në Corleone, për Corleone që bërë? Pata mundësi të vizitoja Corleone dhe atje pyeta edhe thoshte ka pasur shumë shqiptar, me kalimin e viteve janë larguar. Nga Corleone? Nga Corleone, ishte një muze shumë interesant për jetën sociale që ka pasur Sicilia atyre viteve, për familjet aristokrate, ishte një muze shumë interesant. Edhe më ka pëlqyer gjithmonë, ka tërhequr gjithmonë Sicilia për ta parë si vend. Po, Sicilia është interesant. Ishte një vend që më ka surprizuar shumë gjatë atyre 3 ditëve që isha këtu. Shive sa kostumi bukur. Edhe kjo e qëndisura. Shive, e qëndisur e gjitha me arë, me dorë, është e mëmës? Shive, edhe gjitha. Di che è il costume? Tuo o della famiglia? Jo ti. Të mëmës. Të mëmës e ka, të thash. Gëzuar pashkët. Gëzuar pashkët. Shiveni, vazhdojnë. O, kjo që nga më perla. Të lutem. Nuk e di nëse vjen do të regjia. 2 fëmijë të vegjël të veshur me kostumet. Shifini me kostumet shqiptare. Sono troppo piccoli. Si. Na fal. Ecim më tutje. Meshkujt përdorin edhe të jugut dhe të veriut edhe Shqipërisë mesme, por zonjat gratë pra kanë përgjithsisht... Sepse kryesisht tu kanë ardhur nga Morea, nga zona e jugut Shqipërisë, nga Peloponezi, nga zona që sot i takojnë janë pjesë të territorit grek. Shikoj edhe Kalabrin, fshatat e Kalabrisë, e kam edhe atë Shënmitër Korona. Dua ta kryej edhe atë si Tu do të tregoj diçka interesante. Kemi ardhur në pjesën Shifini flamujt shqiptar, në shtëpinë e Zef Skirojit, i cili ka jetuar, është nga hora e Arbrezhve. Jemi në pjesën e katedrales, shiheni se këtu si janë të veshur gjithë. Po tani unë do t'ju tregoj diçka shumë të rrallë për t'u larguar pak nga rumuja këtu dhe nga ëndra 30 vjeçare. Ky është e vetmja rrugë që ka mbetur me kaldrëmin origjinal të horës së Arbrezhve, të horës shqiptarëve, të Piana dei Albanesi. Pjesa tjetër e rrugëve janë përshtatur me asfaltin për lëvizur makinat, se ky është i rrëshitshëm. Ky është kaldrëmi origjinal që siç thonë e kanë sjell nga zona prej nga vinë, pra zona e sipërme është e gjitha me këtë me rasa guri, pra nga zona e Peloponezit dhe Mores, dhe është i njëjti. Interesante është dhe kënga më e bukur Amore. Këta e këndojnë në një version pak më të ngadalshëm se ne. Po, e kanë më ajo që është për t'u habitur, shiko, duhet të shkojmë me kohë, Blendi duhet të shkojmë para 600 viteve si ka qenë jetesa këtu. Dhe si kanë arritur ky popull në mal, në shkëmbë, të arrijnë të krijojnë jetesën e tyre, të krijojnë tokat e tyre. Identike siç i kishin. Kjo është e habitshme. Pata mundësi të bridhja nëpër këto zona, ka gjelbrim pafund, ka pyje pafund, ka toka të punuara pafund, liçene të mrekullueshëm dhe është për t'u habitur, po flasim para 600 viteve, si kanë arritur këta njerëz me çfarë mundi dhe çfarë përkushtimi për të krijuar një komunitet dhe për të jetuar. Është merit edhe italianëve, sigurisht të cilët i kanë pranuar dhe i kanë lejuar që të përshtaten. Shiheni si ndryshon këtu kaldrëmi i ri me kaldrëmin e vjetër, se kjo zonë quhet zonë muze. Në mes, nëse shihni, ka qenë për të rishkitur ujë në fillim dhe pastaj e kanë mbyllur, ndërsa kaldrëmi këtushëm është tjetër lloj, por ama edhe pamja shumë e bukur gent. Shiheni. Shtëpitë janë të ngjeshura, duket sikur mbajnë njëra tjetrën, pra shtëpitë shumë interesante. Edhe ana tjetër. Nga Piana dei Albanesi, hora e Arbrezhve, me gentin që e plotsoi ëndrrën 20 vjeçare. Gëzuar. Gent, faleminderit shumë. Do më marrë jo vajza.